është rrushi. Drejtë me thonë, ju nuk e kena provu më herët që tash po du me provu, e kena provu mjesht, e kum po që mirë ka dalë bima, tash i kum bjell mjesht edhe që tash i kam që ato pak du me këqyrë e nëse moj me kultivu pse jo bile për vete, për familje. Po dhe kungull ka, po. Te ke që ka dhe kungull? Kena pjepen, po kena edhe kungull të mjalt, po tregova më herët se vjet pak janë shumë, po shihet shumë bima pak se vunë është, edhe me siguri prej klimës pak. Prej klimës. Keni pas ndonjë agronom ose keni pas ndonjë konsult me ndonjë agronom që vije këtu edhe ndoshta do t'jap ndonjë këshill ose ndoshta edhe ndonjë përkraje, apo e gjitha ka qenë ju edhe e keni pas atë rolin e agronomës në një farë forme për sa i përket njohurive të juaja për tokën? Drejtë me thonë, na mojna trajnime me ekspert ndryshëm, nuk kena që si pyton, po drejt për drejt këto nuk e kena pru kërkan. Po shpresoj që nështë dohet me bo diçka dhe mi pru dikan, mi po pak edhe puna e tokës, se që kjo tokë është pak e rrollë, këtu edhe dohet me pas plesh shumë, pleç shtolle, se na puna që i bojna produktet kështu qysh me thonë tradicionale edhe nuk përdurëm kur gjo veç pleç shtolles. Gjithçka është origjinale. Gjithçka është natyrale, qysh e bë natyra, na krejt prej bimes, ja nisëm prej forës, edhe si vjetë u konë që kjo sfida pak e madhe për neve, se edhe fora u konë më shtrejt se krejt vitet tjera. Miradia përfitimet më të mëdha i ka nga specat që kultivon, e kjo sepse prej tyre ajo bën edhe ajvar shtëpie. E kum po të arsyeshme ma shumë me mjell specën e ajvarit, pasi e bëj ajvarin e për ata që po du që vetë me bo kultivimin edhe për punimin. Se une për shembull e bëj ajvar tradicional, e për me ko tradicional une dohet me ditë qysh u rrit speci, çka ka speci, se unë s'muj me thonë klientave të mi është ajvar tradicional, kurse di ka e kum marr specin, qysh u prodhu, çka kanë Kurse atë atë historinë. Po, e për ata une tash ja kum nis me prej fares, e puna që me di që kur të dalë të konsumatori me dalë sa me sakt. Po më intereson ndoshta është edhe kurreshja e publikut, sa merr kohë një spec me urrit, sa shkon ndoshta me muj, po qysh është? Valla drejtë me thonë, prej mas vitit ri na jena në qëtë punë që peshet që tash. Edhe plus që kjo tash që peshet që t'bi men deri në shtator kena punë me to. Në shtator ja nisëm me bajvaren me qitë në tekull. Do me thonë, kërrej që kjo periuda prej janarit, mas vitit ri, edhe deri në shtator. Deri në shtator ndoshta merr kohë. E përmend ajvarin e përpunoni, ajvarin një vet pastaj? Po, vetë e kena mjell faren, e kena qitë këto, tash këto e bojna rritjen, këtë produktin, e këqyrëm deri sa të bohet, edhe marrëm e selektojna cilës më mirë, kështu krejt, e marrëm tani e qojna në shpe, e pastrojna, e kena mjetat ato Për sterilizim, pastaj që t'jetë sa më i gatshëm për klient. Krejt.